do të flasim për situatën politike në Kosovë dhe atë të sigurisë. Sot kemi të ftuar profesorin zotin Avdi Gjata, i cili është një shqipërgose politik i viteve 80 dhe kryetari i shoqatës Kufit e Arbrit. Për të gjithë shikuesit që na ndjekin për herë të parë në këtë bisedë me historianin profesorin zotin Gjata, të cilin e përshëndes dhe falenderoj që na është bashkuar në këtë bisedë në këto ditë të fundit të nxehta të gushtit, që kanë shumë zhvillime në Kosovë. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit edhe për juve që po na krijani mundësinë her pas here ta themi në mendimin tonë. Sigurisht, të gjithë ata që kanë dëshirë që të thonë mendimin e tyre janë të mirëpritur në kanalin ton, në faqen ton, për të shprehur atë që mendojnë dhe dëshirojnë për realitetin politik, social, kulturor dhe gjithçka tjetër. Profesor, do ta nisim nga dosja e Shehollit që është publikuar. Në një bisedë që ne kemi zhvilluar bashkë, ju më keni thënë që e keni pasur nxënës Fatmir Shehollin. Besoj dosjen e keni lexuar, edhe atë që është brenda saj, por të lutem për ta nisur më mirë nga kujtimet, çfarë kujtoni ju me Shehollin si nxënës dhe ku ka qenë nxënës ai, ku keni qenë ju dhe çfarë mbani mend nga bisedat me të? Nga vitet e parë. Unë pasi veç është bosi temë, ditës e temë mjaft e rëndësishme që po dojnë me shfrytëtu partitë politike dhe veçanërisht partia më e madhe politike, domethënë vetëvendosja. Atëherë pasi po kërkesa juaj për me u njoftu më shumë për Fatmir Shehollin. Besoj që ja vlen që të flasim sepse është një çështje që përmbledh si kryeministrin, si metodat e Serbisë për të vepruar në Kosovë, por mbi të gjitha edhe përdorimin e islamit, që me përfundim final kishin dërgimin e shqiptarëve të Kosovës në Turqi, duke i rikthyer tezave të Çubriloviçit. Shumë bukur, pra, edhe herë ju falenderoj. Po unë po du me njoftu opinionin edhe dëgjuesit e juaj apo shikuesit e juaj që të kenë më shumë informata për Fatmir Shehollin, përgjithsisht më shumë informata edhe pak për ngjarjen, sepse për me mujt me fol për Fatmir Shehollin, realisht duhet me u lidhë me ngjarjet e vitit 1981, pastaj edhe pas vitit 1981. Njoftoj pra këtë gjithë që kam një huri gati të mjaftueshme, jo kështu shumë intime, por megjithatë në raportin e profesorit me nxënësit të cilët kanë marrë pjesë në protestat e vitit 1981 ose me 1-2-3 prill, që realisht Fatmir Sheholli ka qenë në klasën e dytë anizet, do të thotë në gjimnazin 8 nëndori të komunës së Podjevës. Dhe mund të them se demonstratat edhe pjesën më të madhe të demonstratave të vitit 1981 në për komunën veçanërisht edhe në komunën e Besjonës, barën kryesore kanë bajt nxënësit e viteve treta dhe viteve dyta, që do të thëmë se gjimnazin atë kohë kishte dikun ka 4500 nxënës për krejt në përgjithësi. Prandaj është e vërtet se Fatmir Sheholli është një lagje apo një numër i madh i familjeve Sheholli, po që këtë familjen Sheholli e karakterizojnë dy grupe apo dy parë njerëzish, sepse nga rrethi i tyre familjar kemi edhe organizatorë dhe pjesëtarë të cilët kanë marrë pjesë në protesta dhe demonstrata në gjatë të ditën, po kemi pastaj edhe disa studentë dhe nxënës të cilët kanë marrë pjesë në demonstratat e vitit 1981. Pra, unë e Fatmir Shehollin e kam pas nxënës, i kam dhënë mësim, dhe është e vërtet se Fatmir Sheholli ka marrë pjesë në demonstratat 3 ditë rreth Pandërbryr. Pas 30 ditë demonstrata, kur shpallët dhe gjendja e jashtëzakonshme nga policia e Jugosllavisë dhe nga Franja Herloviçi në atë kohë, atëherë u ndërprej edhe arsimi me qëllim pastaj që të ndalohet hovi i fuqishëm i lëvizjes
apo i demonstratat vitit 1981, që me një fjalë mund ta quajmë që ishte një revolucion i pjesës më të madhe gati që përmi gjysma e popullsisë Kosovës kanë marrë pjesë. Po ne tash si arsimtarës e mësimdhënës ishim të detyruar të paraqitemi në shkollë dhe vazhdimisht të vinin përfaqësues të organe shtetërore edhe komunale, po edhe prej nivelit krahinës, të bisedonim për hapat e më të tjeshëm se çka do të punojmë dhe çka do të ndërmarrim. E një prej këtyre hapa më të rëndësishëm këtë kohë ishte ajo që ne të marrim edhe kemi ftuar familjet e nxënësve, pra prindërit e nxënësve, çdo kujdestar i klasës i ka ftuar nxënësit dhe ata prindërit e nxënësve dhe kemi biseduar me ta. Ajo që neve na u ka sugjeruar në atë kohë ishte ajo që mi e thonë prindërve të këshillojnë nxënësit, sepse kjo demonstratat e vitit 1981 ishin kundër Jugosllavisë, ishin kundër popullit jugosllavisë, gjithsesi ishin edhe kundër popullit shqiptar, që me një fjalë në atë kohë u quajt edhe si kontrarevolucion. Këtë fjalë i pari që e përdori si kontrarevolucion është Azem Vllasi, i cili veç ishte bërë gati për me marrë pushtetin, sepse e dinte që do të fillon një pastrim edhe një ndryshim i strukturës udhëheqëse të Kosovës. Pas që kemi filluar mësimin, pas 2 javë, edhe kemi filluar me shku një profesor në orë ose në mësim, kur kem shkuar në klasën e Fatmin Shohullit, në klasën e 2-20 që e ka kujdestar klasë e ka pas Safet Gashin, profesor të anglistës, e ka shtruar një pyetje, që për mua në atë kohë shumë ishte pak diskutabile, a mu përgjegj, a mos mu përgjegj. Dhe ajo pyetje që u shtrua ishte kjo pyetje: profesor, çka do të bëhet tash me protestuesit? Unë duke dashur që mos me hin në këtë pikë me shpreh mendimin tim, pastaj hesta, pastaj përsëri Komguli me pyet, pastaj përsëri hesta dikun e 4 herë ose 5 herë që shtron pyetjen. Fatmir Shohulli: profesor, çka do të bëhet me njerëzit që e kanë marrë pjesë në organizimin e protestave? Pra ju pyet edhe unë e mora, ai juve. Unë e mora atë se edhe unë isha njëri prej organizatorëve të protestat vitit 1981, prandaj pak isha në kuptimin si i shqetësuar pse Komgul ka shumë. Përgjigjja ime ka qenë kështu: heq, mos u shqetëso ti fare, sepse ti je i sigurt që askush nuk ka me marrë masa ndaj teje. Ky ka qenë pra mendimi i em që e kam dhënë në atë kohë. Po ju kishit parandjerë diçka që nuk shkonte këtu, apo kishit nuhatur? Po na, familjen Shohulli, praktësisht i kemi njoft, edhe ata një numër i tyre që kanë qenë në organet, domethënë shtetërore të komunës e kështu si. Aty po edhe njëjtën kohë tash këto rrethona, apo këto 2 javë që i kishim, që i ftuam prindet për me i ndaluar dhe mi shpjeguar nxënësave ose fëmijëve tyre që mos dilnin nëpër protesta, ne si kujdestar klase, u po flas tash për veti, isha shumë interesuar me e po dhe qëndrimin dhe mendimin e prindve, sepse aty tash, pasi isha një organizim, ato isha interesuar me ditë se prej cilët nxënës ka mundësi me rrjedh ngjarjet ose me pas kujdes, edhe normal, edhe çlat familje mundën me qenë që të dëshimta, ose që mundën me qenë në kuadër të pushtetit dhe shërbimit. Po ndëgjë, tash në vitin 1981 duhet ta ceku, nëse ndoshta edhe gati askush nuk e ta cek, nuk mund të quajmë krejt edhe gjithë prindërit në kuptimin e asaj që kanë qenë nëpër pushtete, nëpër komuna, domethënë administratën, pushtetin, polici, edhe në sigurim, prej shqiptarët që të gjithë kanë qenë njerëz të këqij, sepse është e vërtet shumë për prindët tonë atë kohë, edhe për të moshurit, ata që e ndjenin veten këtu në kuptimin e asaj se prej vitit 1970 e këndena që raportet dhe rrethonat e shqiptarëve në Jugosllavi u përmirësuan shumë pas Ramjes Rankovićit, i cili ka ra me 15 korrekt të vitit 1966.
Prandaj, tash popullsia filloi mundon dësh, apo profesorët e gjimnazit filluan mundon dësh, nxënësat filluan mundon dësh, ata të cilin ishin për organizimin dhe vazhdimin e rezistencës edhe demonstratave, dhe ata të cilin pastaj ishin për ruajtjen e krahinës se ju vini frika që do të bëhet ndryshim dhe për avancimin e mbajtjes së qetësisë. Po megjithatë, ato demonstratat dhe protestat e popullit shqiptar nuk u ndaluan asnjëherë, po shumë e vërtet që vitin 1982, me 19 mart vitin 1982, numri protestuesve ishte zvogëluar mjaft. Po tash ky numri protesta vazhdoi deri në vitin 1988, kështu që pastaj vazhdimisht vinte duke u rritur numri i pjesëmarrësve dhe i atyne të cilët i ndisnin njerëzit ose familjet të cilat fëmijët e tyre merrnin pjesë ose dënoheshin, dhe të atyne të cilët i mbështetnin demonstratat dhe i mbështetnin Por keni pas më në shkëmbim, në takime pas gjimnazit me ish nxënësit tuaj? Po, na me ish nxënësit tuaj kemi po... Jo, kam fjalën konkretisht me këtë, me shehollin. Jo, mo me shehollin nuk kemi pas, po e kemi ditë që tash Fatmir Sheholli kishte filluar me ranë kundërshtim me shokët e klasës dhe gjeneratës edhe me protestuesit, sepse filluam na ti quhim edhe filluam më quaj që kontrarevolucionare, kontraproduktive e kështu me radhë. Mirë, po edhe 2 vjet, sa i ka qenë i ri, për shembull, sa i vjen 16-17 vjeçar ka qenë demonstratat e Tërtënisit, edhe tash pastaj pas përfundimit mësimit të kryerjes së gjimnazit, nuk kom pas kontakt, po e kom njoh babën e tij, ma i kom njoh të familjen e tij kështu, krejtësisht, sepse edhe dojt bile ai ka prej fshatit tonë, ka pas atje prej fshatit Bajqinës. Po për Maliqin çfarë dini për të? Për t'ja? Malik Sheholli, shumë e vërtet pas ngjarjes vitin 1981, ai filloi me qenë shumë aktiv, me qenë shumë kundërshtar i ngjarjeve dhe demonstratave, të cilat vazhdimisht propagandonin dhe elita e pushtetit dhe qeverisë që bënin pjesë edhe shqiptarët, ata këto demonstrata i qunin si demonstrata që i ka organizuar pushteti i Serbisë, i ka organizuar pushteti dhe qeveria Enver Hoxhës, dhe normal, ai akuzonin se këto janë demonstrata të cilat janë organizuar nga shërbimet serbe, ruse, shqiptare o greke. Kështu që ishin kundër të gjitha atyre që protestonin dhe që vazhdonin rrugën e protestave ose demonstratave, sepse të gjitha njerëz quheshin si njerëz armiqtë të Jugosllavisë, armiqtë të shqiptarëve, e besa është shumë e vërtet që deri diku edhe në atë kohë patën arrit me bind një pjesë të qytetarëve dhe të popullsisë, se me të vërtet na jemi njerëz të cilët jemi njerëz çrregullues edhe jemi duke punuar për shërbimet e huaja dhe nuk jemi duke punuar për shërbimet ose për çështjen kombëtare edhe popullit shqiptar, për mu avancu Kosova, që ne kërkonim në atë kohë që Kosova me u bë një republikë e barabartë ose republika e shtatë e Jugosllavisë, e cila do t'i gëzonte të gjitha të drejtat që i kanë edhe 6 republikat dhe krahina e Vojvodinës. Profesor, tek ajo që doli për dosjen e tij dhe për metodat e spionazhit serb, çfarë i bëri më shumë përshtypje? Po dëgjoj, tash çdo lëvizje, po nuk është pyetje veç për vitin 1989, e njëjta që edhe një gjë ka ndodhur në vitin 1968, e di këtë punë që është shumë mirë. Pastaj, njëjta gjë dhe gjithë veprime kanë vazhduar te populli shqiptar edhe pas përfundimit luftës së dytë botërore, domethënë prej vitit 1945, sepse vazhdimisht brenda çdo viti, brenda binin grupe të cilat ishin për bashkimin e popullit shqiptar me Shqipërinë dhe nuk ishin kundërshtar të asaj që u proklamuan në opinionin botëror edhe në opinionin jugosllav se gjoja shqiptarët e Kosovës. Këta kanë shprehur vullnetin e tyre për me u qenë pjesë e Jugosllavisë
edhe me qenë pjesë e Republikës së Serbisë, që nuk ishte vërtet, po megjithatë, aq ishte fuqia dhe aq ishte mundësia e popullit shqiptar që nuk kishte mundësi të shkon më shumë se sa krijimin e grupeve ilegale shqiptare, të cilat shpërndanin familj shqiptar, të cilat shpërndanin literaturë shqiptare, të cilat shkruanin parolla edhe kërkesa nëpër rrugët, nëpër muret e shtëpive dhe kështu me radhë, Kosova Republikë, që ka vazhduar pastaj deri në vitin 2000, që asnjëherë pra nuk janë dalë dhe kanë vazhduar. Na i kemi edhe të gjithë ne të kosovarët ose shqiptarët e Kosovës, i dimi edhe grupet të cilat kanë qenë, sepse një prej grupeve më të rëndësishme ka qenë këtë kohë demonstratat e vitit 1968, ku organizatorët e demonstratave të vitit 1968 kanë marrë pjesë me 26 nëntor të vitit 1968 në odën tonë. Ato është marrë vendim edhe është biseduar tërë natën për se nesër do të fillon organizimi dhe do të mbahen një demonstrat. Ata kishin ardhur edhe për me e mbajt kuvendin ose tubimin e punit, po të njëjtën kohë një farforme kishin ikë prej qytetit Prishtinës e krejt, sepse kishin lidhje familjare dhe dhënuar, edhe kishin ardhur një farforme me u strehue edhe me u mshef, në mënyrë që nëse janë zbuluar dhe i dykon ose i kanë ra në fije se po do të fillojnë demonstratat, përmes me qenë organizatorët, nëse me qenë në shtëpitë e tyre, përmes me mbet në gjysë rrugës demonstrata, ose përmes me dështu demonstrata. Profesor, lutem nëse mund të rikthehemi tek ndoshta pjesa më e rëndësishme e asaj dosi tek islami radikalizmi. Po vazhdojmë edhe pak për Fatmir Shahollin. Okej, në rregull. Është shumë e vërtet që familja Shaholli janë distancuar prej familjes të babës edhe Fatmir Shahollit, Malit Shahollit. Kjo është shumë e vërtet, kanë dalë vitin 1983-4, kanë dalë publikisht se distancohemi nga qëndrimet e Malit Shahollit, i cili ishte babaj i Fatmir Shahollit. Dhe është shumë e vërtet pastaj që edhe Fatmir Shaholli ka filluar me u organizuar me strukturat politike të Kosovës në atë kohë, po këtë tash nuk mundemi në kuptimin e asaj që vitet 1989 dhe në vitin 1990 të quhen si shpioj ose si bashkëpunëtor të udhës, edhe pse i bashkëpunonin edhe vepronin, sepse sigurimi i Kosovës apo që ne kemi qef me quaj si udhja e Kosovës, domethënë policia e Kosovës me zbulimet e saj kanë vazhduar vazhdimisht edhe kanë zbatuar qëndrimet e udhës së Serbisë, gjithsesi qëndrimet e Jugosllavisë, sepse edhe në Komitetin Qendror të Jugosllavisë, demonstratat e vitit 1981 janë quajtur si demonstrata armiqësore kundër Jugosllavisë, e veçanërisht janë quajtur si demonstrata kundër vllaznim bashkimit. E tash kë rritja e asaj ides pro serb edhe ides pro shqiptare, normal vazhdoi mu distancuaj këto mendime dhe grupet edhe veprimet e njerëzve. Prandaj, tash kemi këtu që kryetari Komitetit Komitetit Krajinor të Kosovës ka qenë Azem Basi, i cili ka qenë një prej bashkëpunëtorëve të afërt me strukturat e Jugosllavisë, ai ka gëzuar, ka qenë edhe kryetari i rinisë të Jugosllavisë kohëtitës. Ai mendonte sepse në atë kohë udhëheqja e Kosovës edhe Serbisë e paraqitnin problemin që ne apo Komiteti Qendror i Jugosllavisë nuk kemi asgjë ndaj popullit shqiptar, po kemi ndaj grupit të udhëheqëve të Kosovës, të atë kohë quhej si grupi Gjakovës, të cilët nuk kanë punuar, nuk i kanë zbatuar qëndrimet mjaftueshëm ashtu që janë marrë në kuadër të Federatës Jugoslave apo udhëheqjes jugoslave. Edhe pse sekretari i saj ose përfaqësues për Kosovës ka qenë Fadil Hoxha, pastaj ka qenë Javit Nimoni, ka qenë Veli Deva,
e disa struktura që kanë bërë pjesë, që në Hasanin e vetë bile ka qenë edhe sekretari kryesisë të Jugosllavisë. Po mirë po ishin këto vitet, sepse ashtu ishte rotacioni i udhëheqjes, dhe tash u ndonë shqiptarët, u ndonë dy grupe. Shqiptarët të cilët ishin pro Jugosllavisë, edhe shqiptarët të cilët ishin pro Kosovës më bërë republikë, gjithsesi ishin shqiptarët të cilët kërkonin edhe qëllim e kishin bashkimin e troje shqiptare në Jugosllavi me shtetin e Kosovës. Pra kjo edhe tash, normal, që edhe Fatmir Shoholli është shumë e vërtet, pastaj që është zinë në bashkëpunim me udhëheqjen e sigurimit Serbisë, edhe e kanë mbështetur dhe kanë punuar për krahun e shqiptarëve të cilët kanë punuar me strukturat udhëheqje të Jugosllavisë të Serbisë. Mirë po, kjo nuk është veç diçka që e veçantë, apo si diçka që kjo ka ndodhur veç te Fatmir Shoholli, sepse edhe sot qeveria e Kosovës, apo njerëzit që janë vendvendosi, po edhe para këtyne, kanë mesin e tyne shumë njerëz, të cilët kanë punuar për pushtetin e Jugosllavisë, gjithsesi për pushtetin e Serbisë, deri në vitin 1989-90, kur pastaj filloi pak diçka me u ndryshuar. Mirë po, Fatmir Shoholli dhe familja Dina, edhe pas vitit 1990 e këndej, ata kanë vazhduar deri në përfundimin e luftës me bashkëpunim me domethënë me pushtetin e Serbisë, sepse Serbia pastaj pas këtyre viteve e pushtoi Kosovën, edhe ja hoq autonominë e Kosovës dhe suprimoi. E tash këto bëhet një dallim që duhet ta kemi parasysh, se cilë njerëz tash ishin që të bashkëpunojnë edhe të jetojnë me Serbinë e Miloševićin, edhe cilë njerëz ishin tash që bashkëpunojnë edhe janë për Kosovën Republikë, pra me një fjalë, ishin shqiptarët të cilët ju bashkuan Lidhjes Demokratike të Kosovës si partije parë legale në kuptimin publik, sepse para Lidhjes Demokratike ka qenë Beton Surroj, ai i cili e ka filluar organizimin e krijimit një partije politike që quhej në atë kohë UJD, domethënë me përkthyeshtu do i bën ajo bashkimi i të gjithë popujve të Jugosllavisë, një parti politike për zhvillimin edhe ruajtjen e Jugosllavisë. Mirë po populli shqiptar, duke njohur se kush është Beton Surroj, e Beton Surroj është ky Beton Surroj që është sot, edhe Beton Surroj i cili e mbështet vetëvendosin, edhe vazhdimisht ka qenë kundër krahut luftës, edhe kundër i cili ka marrë pjesë, edhe në Muje, i cili ka marrë pjesë, edhe në Vjenë, i cili ka marrë pjesë edhe në bisedimet në Bruxelles e kështu me radhë. Pra me një fjalë populli shqiptar nuk e votuan, nuk e mbështetën Beton Surroj, për arsye se e dinin që është njëri prej atyre që është duke bashkëpunuar, sepse edhe baba i tij ka bashkëpunuar me pushtetin e Serbisë edhe të Jugosllavisë. Profesor, do dalim tek radikalizmi islamik. Shumë bukur. Po dalim te radikalizmi islamik. Unë jam kryetari i shoqatës Kufit të Arbërit. Shoqata Kufit të Arbërit është formuar, është nis diku në vitin 1917 me organizuar, me biseduar edhe me vepruar kundër politikës apo kundër ideologjisë së bikut Bashkisë Islamit Kosovës, gjithsesi kundër udhëheqjes së Bashkisë Islamit Kosovës për shtrirjen edhe zgjerimin e ndikimit islamit Kosovë. Para se me filluar e shpjegu këtë problemi, mund të themi kuptim se ne një grup i njerëzve, do njerëz shok që njiheshim edhe më herët, po edhe shok që pastaj na u bashkangjitëm më vonë, arritëm që në vitin 2021 dhe 2022 ta krijojmë një shoqatë e cila njihet me edhe ja dha me emrin se Shoqata Kufit e Arbërit, që unë u bona edhe kryetari i kësaj shoqate. Kjo shoqatë, pas bisedimit, diskutimit që kemi pas, ka pas një qëllim, që kundërshtimin e ideologjisë që proklamohej nga
Basia Islame e Kosovës nëpërmjet hodollarëve, dhe dy ishte që të fillojmë ne të kundërshtojmë edhe të fillojmë të e vetësojmë popullin shqiptar apo qytetarët e Kosovës se kjo formë e përhapjes dhe shtridhjes dhe sulmeve të Islamit ndaj personalitetet dhe grupeve shqiptare të cilët gjatë gjithë historisë kishin punuar edhe kishin marrë pjesë në luftë kundër Turqisë, tash mundoheshin me i paraqit të gjithë kryengrisë shqiptar apo udhëheqësit shqiptar, të cilët kishin vazhduar luftën për ruajtjen e krishterizmit edhe në mospranimin e Islamit, për hapjen e shkollave, për luftat për çlirimin e Shqipërisë, ata fillon tash të fusin si në kryengritje dhe luftat të cilat kanë qenë kundër popullit shqiptar. Dhe tash shkon edhe më larg, sepse u bindën kuptimin e asaj se nga Kosova edhe nga shqiptarët nuk ka qytetarë që kanë mundësi edhe kanë guximin mo të dalin kundër kësaj ideologji ekstreme, fetare, islamiste, atëherë ata fillon në ndërtimin e xhamia pa ndërprerje. Pastaj fillon sulmet, e kur fillon sulmet edhe ndaj Gjergj Kastriotit Skënderbeut, që këtë e kërkonin edhe profesorët e Stambollit, profesorët e Ankarës edhe profesorët e Busës, që unë kam qenë në vitin 2008, kam qenë në një konferencë ku është majt mes profesorëve që kishin ardhur për me ligjëruar, edhe me na sugjeruar se na duhet ta ndrojmë historinë për shkak të asaj se historia e popullit shqiptar është histori kundër Turqisë dhe perandisë osmane, këto janë ideologji komuniste dhe këto duhet me ndryshuar, e veçanërisht ata kërkuan në atë konferencë, profesorët kërkuan që Gjergj Kastrioti të hiqet edhe si temë, si një simore, ku shpjegojshin që unë jam profesor histori që i kam shpjeguar të çështje, sepse ajo me Gjergj Kastriotin nuk ka mundësi të shpjegohet, të analizohet o të studiohet mirë historiografia shqiptare dhe historia e popullit shqiptar në qëndrimin e perandisë osmane, sepse ata mundoheshin me na binde edhe ato dhe mundoheshin me na tregua se Turqia nuk ishte popull, asje nuk ishte ushtri, ose nuk ishte shtet, Perandoria osmane nuk ishte shtet e cila ka ardhur për të pushtuar popujt e Ballkanit, po ishte popull i cili ka ardhur për ta përhap kulturën, për ta përhap dijen, edhe për normal për ta përhap edhe islamizmin, e cila është si njëra nga fetë më të reja dhe një nga fetë më të mirat që pas tyne që më ndëshin me shpjegu edhe me sharu. Unë aty kom pas edhe një fjalë timen, unë jam quë pak profesorët tanë u frigoheshin me kundërshtu profesorët e fakultetit edhe të universitetit, unë jam quë dhe kom diskutu dhe kom folë dhe kom thonë komplet tërëq. Që rezëtni, pavarësisht asaj, kush ju ka thirë juve për më ardhë, më na civilizue, edhe më na shlirue neve. Po në lajnë ardhë për mi shlirue juve për Islava nëna kënjena, jo, zëtni, kur ka ardhë Perandoria osmane, në këtë troje, në Kosovë s'ka pas Slav fare, as ka pas Serb fare. Për faktin asaj se tu kanë qenë shqiptarët e besimit krishterë dhe besimit ortodoks. Edhe këta shqiptarët e besimit ortodoks, ne të ne në Kosovë i quajmë si shkije, do më thonë, ne si shqiptarë musliman. Kurse, ata mundoshin dhe duhet Gjergj Kastriotin, thash jo, bëni çka doni, vetë që të sot pjë tregoj që ky popull s'ka me të lirua dhe s'ka me lejuar që kjo çka po kërkoni ju moralizon Kosovë. Po shumë e vërtet se ka qenë shumë vështirë, po shumë e vërtet tash që është vetisu populli i Kosovës, është vetisu qytetarët e Kosovës. Dhe edhe pse janë ndërtuar numri i madh i xhamiave, edhe pse janë ndërtuar numri i madh i vendeve publike dhe kryesisht i kanë qitë ajo çka është më keq, kanë munduar dhe i kanë afruar xhamiat afër shkollave ku bëhet mësimi. Tash populli shqiptar ka filluar me vetësue edhe me kuptuar problemin kryesor se ky islam është një islam ekstrem, islam politik, nuk ka të bëjë fare me
me kuptimin e asaj për çështje fetare dhe çështje të besimit në Zot. Profesor, Prandaj, po. Prandaj, na kemi filluar në vit me 6 maj viti 2022 për herë të parë manifestimin për Gjergj Kastriotin, pastaj ku kanë marrë pjesë afër 100 vetë për herën e parë, pastaj me 6 maj 2023, ku kemi mbajtur një konferencë shkencore dhe kemi vendosur ato që prej tashe tutje 6 maj do të jetë ditë ku vazhdimisht çdo vit do të festohet, do të manifestohet datëlindja edhe data e linjës së Gjergj Kastriotit, sepse është personalitet dhe figurë i cili i bashkan të gjithë shqiptarët. Pra, me një fjalë, periudha para Gjergj Kastriotit, sipas mendimit tim, quhet si periudhë e krenarisë dhe burnisë edhe çdo gjë shqiptare, dhe periudha pas vdekjes së Gjergj Kastriotit dhe ramis në perandorinë osmane, që unë e kam vlerësuar kështu, është një periudhë kur te populli shqiptar filloi me u përhap nga ndikimi osman dhe filloi me u përhap pastaj edhe ai islam, dhe në një fjalë qëndresa e popullit shqiptar në farforme filloi sikur do psohet, edhe me një fjalë sikur u filloi me u stërkeq. Prandaj deri tek koha e lidhjes shqiptare të presidentit, pastaj e kemi një periudhë të cilët populli shqiptar dhe lindasi shqiptar kuptojnë realitetin, sepse perandoria osmane nuk lejonte askënd, asnjë shkollë në gjuhën shqipe, kurse i lejoi shkollat greke dhe shkollat serbe edhe osmane, dikon afër prej 3200 shkolla më shumë. Profesor, lutem, më jep edhe një koment për ta mbyllur për situatën politike. Si do zgjidhet tani në Kosovë? Ja, e kam edhe një aspekt. Edhe tash kulmi kryesor, ose pika më e rëndësishme e idesë kombëtare shqiptare është organizimi dhe vendosja e pllakës përfitimore ose pllakës për vendosje gur themel për ndërtimin e kishës katolike shqiptare për hir të dy dishepujve, Florit dhe Laurit, të cilët kanë qenë të atan, e tash vendosja dhe lajmërimi i tubimit me 18 gusht që ka pas më vendos kjo pllakë përfitimore për hir të Florit dhe Laurit, atëherë shqetësoj edhe përfaqësues e islamit politik ose bikun me Naim Tërnavën, edhe basin islame të komunës Voshres, dhe tash ata filluan me organizuar për me u kundërvua këtij hapi që për ta ishte anti-islam, kundër shqiptarëve dhe kështu me radhë, por pastaj ndodhi ajo që ndodhi, sepse vazhdimisht islami apo biko dhe hoxhallarët vazhdimisht kanë trumbetuar se në Kosovë ka tolerancë fetare, po mund me folë edhe diçka për tolerancën fetare, ku pas një diskutim kur është mbajt tema toleranca fetare në katedralin e Prishtinës, dhe asi tash është një fat shumë i mirë që është dalë edhe u detyruan ta me dalë, që janë munduar përmes me dalë si kundërshtar kësaj, po më në fund u detyruan edhe dolën edhe shkuan edhe me në moment tash kreu islamistit më kryu me bikun edhe me njerëz atje që i organizohen njerëz për me kundërshtu këtë dobim, natën e shku edhe kanë vjedh, edhe pse policia e Kosovës e ka marrë edhe i ka lajmëruar, domethënë organizatorët e kësaj pllake e cila u bën në fshatin Zogaj, se ne do ta ruajmë pllakën edhe nuk do ta vjedh askush, mirë pa ajo është hek edhe është vjedh natën, që është hapi ma famkeq, unë më t'i quaj kështu, edhe një veprimi ma i vrasht i asaj që mundet me ndodhë brenda një udhëheqje apo një pasie apo një religioni që nuk është dashur me ndodhë, por funit ne kundërshtarëve të islamit politik, ai rast edhe veprimi tyne na e ka krijuar mundësinë edhe për me kuptuar realitetin se islami nuk është ajo çka po interpretohet dhe çka po thuhet dhe çka po sugjerohet se është religion ose fe e paqes, e bashkimit e krejt, tash është kuptuar dhe çdo qytetar shqiptar, i cili ka vetëm pak mend e kupton që nuk ka të bëjmë më me kuptimin e asaj se islami
është një fe e paqes edhe nuk ka kundër religionet tjera, sepse ajo e zbatoi edhe punoi praktikisht kundër vendosjes së themeleve të një kishës apo themelet e një kishe të cilët i kishin dy qëllime, një për të përkujtuar Florin dhe Laurin, të cilët ishin dishepujt e Shën Pavlit, dhe dy ishte për me e rikthye një kishë të cila ishte shkatëruar gjatë Perandorisë Osmane dhe për ta vendosur një kishë në komunën e Vështres, ku personi i fali 1 hektare gjysmë. Domethënë, sa i bjen 3 dënime gjysmë që ashtu diçka, e fali për ndërtimin e kësaj kishe dhe ja fali pra kishës katolike shqiptare në Kosovë, që pastaj ta u përzien edhe shkon edhe aq larg, sa që u përzien në punët e asaj se njeriu nuk ka të drejtë as tokën e vet me lshu për atë çka ai dëshiron edhe çka beson. Për situatën politike, profesor, të lutem, nëse mund të jepni një koment, si do të kjo tash domethënë burgosja e Fatmir Shoullit. Edhe propagandimi i fuqishëm i pushtetit Kosovës për gjoja e arrestuar njërin nga bashkëpunëtorët e Serbisë apo njërin më të fuqishëm të bashkëpunëtorëve të Serbisë, Fatmir Shoullit, nuk është asgjë tjetër vetëm se me largue mendjen dhe me largue mendimin e qytetarëve të Kosovës nga problemet kryesore të cilat ekzistojnë në territorin e Kosovës apo tek populli i Kosovës në shtetin e Kosovës. Problemi më i madh se tash 2 vjet mos me pas qeveri, edhe mos me mujt me arritë edhe me kriju edhe me formuar një qeveri, a ka problem më i madh kur i ka numrat? S'ka. Ju thoni që problemi më i madh është Kurti, se sa Sheholli. Jo, unë nuk po them problemi më i madh është Kurti se sa Sheholli. Po unë po them kështu, që qeveria e shkuar me 4 vjeçare, 5 vjeçare, i ka pas mesin e vet njerëz dhe bashkëpunëtorë që kanë bashkëpunuar me Serbinë edhe shumë më të fuqishëm se sa Fatmir Shoulli. S'dia po bën. Edhe i ka edhe sot. Kush janë këta? Që unë të kallëzoj. Është Faruk Mujka, një Goran, i cili ka qenë antar i partisë SPS-it, Mira Markovićit, partisë socialiste serbe, që ka dhënë gruaja e Miloševićit, Mitrović, që tash ai ka barën e asaj dhe është drejtor kryesor i Berlependit. Pasardhjes të Faruk Mujkës, ka ndodhur që është quajtur ai sulmi terrorist në kanalin i Berlepend, që ai sulm terrorist nuk është bërë sipas mendimit tim. Në kuptimin pa vetdijen e Miloševićit dhe pa vetdijen e qeverisë Kosovës. Vučić. Sulmi terrorist. E keni fjalën Vučićit. Por na? E keni fjalën për Vučićin. Vučićin edhe qeverinë e Albinit. Pra këta kanë qenë të marrën vesh, sepse vetë ardha Faruk Mujkës, të cilin krejt Mitrovića e din se kush është, edhe vendosja tina në një organizat apo në një ndërmarrje që është një ndërmarrje si i Berlepend, që është një organizat shumë e fuqishme edhe materialisht, edhe është një organizat e cila është e barabartë me kefën e Kosovës. Pra, sepse prej i Berlependit, apo që e thuajmë na, liçeni i Gazivodës, i Berlependit, varet edhe jeta e Kosovës, sepse nga atje funksionojnë edhe termoelektronat furnizohen me ujë, e dyta është sepse edhe bujqësia dhe ekonomia e Kosovës varet shumë prej liçenit të Gazivodës apo prej këtij liçenit. Edhe me arta që mu vendos Faruk Mujka, njeriu i cili e dyta e kemi ambasador në Bruxelles, e kemi Gani Bajramit, Akron Bajramit, i cili është baba e tina, ka qenë policinë e Miloševićit. E sot ai është marrë dhe është vendos si
përfaqësuesi kryesor i bisedimeve me Vučićin, edhe i bisedimet Serbisë edhe Kosovës nëpërmjet këtij personi i cili ka punuar dhe ka vepruar vazhdimisht në pushtetin e Serbisë deri në çlirimin e Kosovës apo deri në ardhin e kjo ka qenë si këshilltar kryesor i presidencës së Kosovës, Vjosa Osmani. Pastaj kemi Arber Vokrën, që ka qenë zëvendës ministër, i cili ka dalë publikisht dhe ka thonë kështu, që Kosova duhet vazhdojnë të bën ndërtimin e islamit, ndërtimin e xhamiave, edhe përkundër asaj, edhe duhet të koordinojmë, të jemi kundërshtar të Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe asnjëherë qeveria e Kosovës dhe kryeministri dhe presidenta nuk kanë reaguar. E dyta është, nuk e kia asken bashkëpunëtorët Serbisë sa që është Danica Gërvalla, ministre e punëve të jashtme, edhe përkundër asaj se është e bija e Iso Gërvallës. Ajo është që vazhdimisht ka trumbetuar, ka propaganduar, edhe ka deklaruar se unë përmbi gjallë faqet material i kam mësuar për ndëshkimin dhe dënimin e udhëheqësve apo e udhëheqësve kryesor të Ushtrisë Lëndore të Kosovës. Profesor, të lutem, me që jemi këtu, edhe nuk e di ato kemi mundësi për të folur përpara 16 shtatorit, si mendoni se do jetë vendimi? Përpara 16 shtatorit, po, dëgja, unë jo që jam i sigurt, po ata duhet mu liruar nga burgu. Po nuk muj me thonë që nuk janë dëshkuar. Ata, 6 vjetë e gjysmë, 7 vjetë i kanë majtë burg. Edhe ne të cilët jemi quajtur si kontrarevolucionar, edhe si kundërshtar apo që kemi qenë luftë ndaj krejt Jugosllavisë, edhe ndaj sistemit veçevrisë jugoslav, edhe na jemi dënuar ato 8 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë që aty në çështje. Ta realisht ata një farfore me mënyrë, ata janë të dënuar, por vetëm që nuk është bo shpallja e dënimit. Unë e mendoj kështu, që kjo do ndodh që këta do të lirohen, vetëm një rrezik e kam, se mos po e quajnë që e janë dënuar 6 vjetë ose 7 vite e pastaj me anë shpejt, sepse nuk kanë asnjë arsye, asnjë argument për me u ndëshkuar, sepse nuk kanë bërë vepër penale, nuk kanë bërë vepër për gjyq. Po kjo ka qenë vepër politike. Pra, këta kanë qenë udhëheqësit e ushtrisë dhe luftës shoqërore, të cilët kanë bashkëpunuar, të cilët kanë punuar edhe me NATO-n, edhe me BE-n, edhe me gjitha shtetet të cilat kanë qenë kundër gjenocidit serb në Kosovë, po edhe jo vetëm në Kosovë, po edhe në Jugosllavi. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që do dëgjohemi sërish për të folur për këtë çështje, por edhe për të tjera në vijim. Edhe vetëm edhe që të duhemi drejtuar qytetarëve të Kosovës. Qytetarët të Kosovës mos u mashtroni. Kuptimin e asaj se këta kanë bërë zbulime të hatashme, është në raport me Fatmir Shohollin, po edhe me njerëz të tyre, për shkak të asaj se të gjithë ne e dimë kush është Fatmir Shoholli. Edhe Fatmir Shoholli ka funksionuar dhe ka punuar dhe ka qenë në takimet me pushtetin e Serbisë. Kjo është përgosja e Fatmir Shohollit. Edhe akuza që pe bojë se kënë se ju zbuluan, me menë sa logjike ka, edhe s'ka thuhet, që vetëm ne, ajo mune për qytetarën e rëndëm me qenë diçka si kryesore. Thuhet kështu. AKI-ja, së shërbimi informativ i Kosovës, të quhet. Do më shërbimi inteligjent i Kosovës, ka arrit me zbuluar, me menë që atojnë. Një bisedë ose një program që ja ka quajtur Serbia nëpërmjet telefonit Fatmir Shohollit. Çfarë logjike ka kjo? Çfarë logjike ka kjo? Si ka mundësi një shërbim shkollës lartë Serbisë për gjëra kaq të rëndësishme me quajtur porosin një bashkëpunëtorit vet nëpërmjet telefonit, kur nuk ka qytetar në Kosovë që nuk e den që krejt telefonat përgjohen. Pra, kjo është një mashtrim i llojit vet. Unë sot, me konë që kam diçka interesant për me folë, dhe që është diçka që e rëndësishme, unë normal nëse flas nëpërmjet telefonit, realisht unë s'di asgjë. Prandaj, qytetarë nderuar, Serbia
nuk punon nëpërmjet telefonit publik, edhe nëpërmjet telefonave që mi përcjell, edhe mi përgjuhë. Pra, njerëzit dhe shërbimet e huaja. Po ata janë, ata punojnë me njerëzit të cilët qytetarët e Kosovës gëzojnë një autoritet në kuptimin asaj se janë adhetare kombëtar, por realisht në rrogëz ata janë në bashkëpunim me ulmën dhe sigurimin e Serbisë. Profesor, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë, edhe juve që na jeni mundësinë ta thënë fjalën tonë. Patjetër. Natën e mirë. Natën e mirë.